Në një enë hedhim 400 ml qumsht të ngruhur. Te qumshti shtojmë një lugë të mesme sheqer, shtojmë 10 gram maja buke të thatë dhe pak miell, edhe më njëherë i përzim krejt që maja e bukës të filloj të tritet. I shtojmë miellin gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Shtojmë krypën një lugë e gjys me kryp, pra lugë të mesme. Vazhdojmë e përzim mirë brumin. Brumin nuk e bëni të fortë, por të jetë pak i butë. Mandej brumin e lyej me vaj edhe e la mirë me pushu, derisa të dyfishohet brumi mirë, sa më shumë ta leni që të fryhet. Pasi që është fryrë mirë në një ambient të ngrohtë, tash e marrim brumin edhe e punojmë në tavolinë. Brumin nuk e ngjeshi, por tash vetëm se e ndaj në 2 pjesë të barabarta. Nga secila pjesë do të formojmë nga një kulaç. Kështu siç mund ta shikoni. Vazhdoj edhe me pjesën e dytë. Edhe tash kulaçet do t'i laq të pushojnë për së paku 5 minuta. Pra i mbuloj për 5 minuta, i la që të pushoj. Pasi brumi ka pushu, vazhdojmë edhe bëjmë hapjen e bukës, duke vazhdu kështu. Unë kam këtë hollusën e vogël edhe mu ka përshtat shumë për këtë lloj të recetës. Vazhdoni ose me dorë, pra e çelni, ose me një hollusë kështu të vogël, është kjo tepër e mirë. Edhe në mallësi të bukës, pra kështu, vetëm se anash po e shihni që po e lajm pak më të trash, sikur kur përgatisim pica. Tash mas pari po e li me vezë, e mandej shtojmë apo bëjmë mbushjen e bukës apo pitalkëve, apo thjesht i quaj kështu si samuna të mbushur, edhe pse po jap formën e picës në fakt. Shtojmë pra pak suxhuk, pejta të holla, shtojmë krem djathi, 3 copa, kështu, si kjo. E ndajmë në pjesë të vogla, pra thash 3 copa, me krem djathi. Kjo jep një shijetë të veçantë bukës. Dhe krejt në fund bukën kena me mbush edhe me domate. Domate të përgatitur vetë, pra të konservuara vetë. Edhe domatet pra i kemi këtu. Këto domate i kam konservu vjetë, edhe kanë qëndru të freskëta edhe tepër të mira. Tash po i përdor edhe kavanozin e fundit që më ka ngel. Pra domatet të pjekura me vaj ulliri, që shpresoj që edhe recetën kam me postu edhe një herë për krejt juve që doni me pas, edhe ja vlen me provu këtë recetë dhe me përgatit se vërtet bëhen shumë të mira dhe i përdorni kështu kur përgatitni një mëngjes të shëndetshëm. Vajin e ullirit ja hedhim mbi pak, edhe receta është gati. Tash e pjekim në furrë të nxehur në temperaturë 220 gradë derisa të skuqet kështu. Buka është gati, është pjek, ka një aromë shumë të mirë dhe të shishme. Nëse keni me provu, keni me u befasu me recetën, tepër e mirë, e shishme, me njëherë skajet pak me gjallë, ose margarin. Edhe kjo ndihmon që skajet e bukës të zbuten, pra, shikone, është tepër e mirë, e leni një 2-3 minuta me uftof edhe keni gati për me hangër. Kjo ishte edhe një ide që kam e përgatit për një mëngjes të shpejtë dhe të shishëm. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.